gjitha rëfimet kanë qenë prekse. Për njerin dhe rëfimet që unë e kom shkru, dhe ka kom shkru, më kanë shku lëtë edhe... Je emocionu? Jo me emocionu, në më thonë edhe lëtë më kanë shku, jo një herë, po disa herë, është ngjarja e viti 1981. Në natën demonstratat e vitit 1981 i dim gjithë që kanë qenë demonstrata masive. Në ato demonstrata ka marrë pjesë i gjithë populli. Edhe unë. Edhe pse unë isha shtatzane në mujin e 8, me shpëtimin, djalin tem, por gjithsesim protesta duhet me dalë. Shtatzane. Masi përfundun demonstratat, u shkepën, edhe filloi ke ora policore në ora 8. Unë shkova të nana, se nana e kisha më afër, edhe shkova me bujt e nana. Edhe pse aty erdhen, edhe tjerë prej demonstratave, për në ora 8 u duhet më shpërnda se filloi ke ora policore. Tu nejtna me nanën, nana për thëtë, son të është rrezik, kanë me mi marrë djeltë. Se nana ka qenë edhe larg pamse, gjatë jetës, ka pa gjonat shumë largë. Jetë e mi i kanë halën sy, son të kanë marrë me mi marrë djeltë. Edhe shkun me flajt krejt, u bo koha me ra, se latini shkojnë dhomë dhe te ka pas katin e 2 dhomën, unë me nanën dhe me motrën me leqen me të mposhtë. Ka ora, s'flajke nana, flaj nanë, jo, se s'po me rgjumi, pritke se mos po vinë. Son të kanë me ardhë. E dheke, ka ora 2:02, në rrugë nuk unike asnjë lëvizje, edhe unik veturat e policisë. Po jo një vetur, disa vetura. Edhe po thot nana, Magvulja që se erdhen. Atëherë, nana është dalë edhe shku me njëherë naltë. Edhe i ka thonë Selatin, erdhen milicia. Aj Selatini veç i shnis mu vesh, i kishni, se kemi pas shpin me dritare në rrugë. Dërsa dyrt e sokakut, rëpdheshin i kemi pas dyrt e hekurit. Edhe ju msheshin me shkelma, së mujshin. Unë qashto 7 zane, kom nga dhe me shku me qelë derën. Pa e dera e hekurt, edhe deri e kom qelune, ata janë hi. Nuk i di sa vetë, po atë natë, ajo marje e Selatinit ka qenë shumë e trishtushme se kanë qenë janë arë me marrë njësia speciale e Beogradit. Me thonë 30 vetë në ashti pak janë, edhe si e kanë qelë derën, mu më kanë shty njani, edhe më kam shumë e pëndrek, jë mbëzu, edhe janë hi edhe i kanë marrë se si pozicionet e veta. Me qizme, me shlema në kry, me automatik të tënë, unë atë ngjarje, kur e kujtoj, më duket sikur për shonaj film. Edhe ju kanë drejtu shtëpis Selatinit. Mas pari unë hi shtëpit Bedris. Se ata nuk e kanë ditë, a i thot Selatini, shknej, a knej. Se 2 vllazët e mi kanë jetu me një dhërë. Edhe më shojnë derës, del Bedrio. E kapin, kap Bedrin edhe qesin në sokak. Deshon, me majice, me brek. Edhe e pështetin për Gilindera, edhe ja qesin automatin në shpin, mos lëves. Dur të naltë, pështet për Gilindera, automatin në shpin. Edhe këta tjerë tash vinë me gjithë Selatinin. Për me marë Selatinin, e kishin marë ata edhe i Bush Klokoqin. I Bush Klokoqin me ta, ka qenë udhvash. Aj nuk ka qenë në uniform, si kur këta, aj ka qenë civil, sigurisht është armë jau të regu shpin, edhe ka pas automat në dorë, ka pas armë në dorë. I Bush Klokoqi? Në kom qenë në ty e kom përjetu vetë atë ngjarje. Selatini zbriti poshtë me nanën, unë isha poshtë, edhe me Elifën, me nusën e vetë, unë me motrën ishëm të shkallët, edhe e pa ishëm ngjarjen. Skenën e filmit? Po, skenën e filmit. Ta është u përshëndet me Elifën, me nusën e vetë, u përshëndet me mu, u përshëndet me motrën, me leqen, edhe tash, jërë radhë më përshëndet me nanën.
Kër e kapi nanën me përqaf, tash nana nuk e lsheke Selatinin, po as aj nuk e lsheke nanën. Edhe, hiq, se lsheshin njën e tjetrin. Atëherë, me qëtu në që t'ju ofër kom qenë, i Bëshkllokoqi ka zga dorën me armë edhe ka bërtit. Selatin, apo vjen, apo qes. Atëherë, nana e ka lshu Selatinin, edhe Selatini e ka pas paltën, edhe ju ka këthyje i Bëshkllokoqit. Qëtë brej pa ftyrë, e ka sha diqka. Atëherë, një nardhë, kanë marrë Selatinin, mendoj që ja kanë lidhë dhe... Edhe njerë kam nevoj i Bëshkllokoqi, Po, shqiptar. Dhe më thonë, krejt ata policë të cilët kanë qenë atë, Beogradit kanë qenë. Beogradit, Po, nuk i thojnë apelshën nga përqafimin nënën, po i thet i Bëshkllokoqi lsho ose po të vras. atëherë, nana e lëshon, se sa e frigohet nësë për i vret. Edhe Selatini e lëshon. Fare i shumë kanë. Edhe i drejtohet, i Bëshkllokoqit, thëtë qëtë brej pa ftyrë. Atëherë, vinë ata, e kapin Selatinin. Sa herë i kanë marrë djelët në për bushi, gjithmonë i kanë marrë natën, gjithmonë kanë qenë me treshtem. Po ajo natë nuk përshkruhet me asnjë natë tjetër. atë Që ata natë edhe kom e qenë shumë emocione e kom shkru se kom kajtë për nanën teme. Kështu që e morë Selatinin, nana me të shkallë. Edhe zani sajmë tigëllon sot në vesh. Djali jam në dorë të Zotit, se gjithmonë lutja e nanës Naile ka qenë në dorë të Zotit. Dullën, e shtërë në Selatinin në gjipin e milicis, edhe këta tjertë, edhe unë shkova për mas qashtu. Ta ashtu shtatë zane. 8 muaj mund është me marrë me men, me këqyrë. Qa ka? Ta është me këqyrë, Bedris ka për i bojnë. Bedrina për marrin. Pse Se njëherë... Bedria ishë për Gilindera, automatën e keshë shpinë, në rrugë, në sokak. Po. Edhe, kur hynë ata kërë gjithë, hynë, mos mbet asë një në rrugë, atëherë i fundit ka qenë milisi i cili e ka hjek automatin nga shpina e Bedris, është i edhe aj, edhe Bedri e ka liru. E liru nëse morën. Edhe unë tash, të nga, Selatinin e morën, po, Bedrin, shëqyrë dhe Bedrin që se morën e lanë. Edhe jem shku të nana, edhe kom bërtit. Ana, Bedrin nuk e morën. Po, se tash ishtë frika që për i morën dëtë. Dëtë, po. Gjatë këti rëthimi, ka e kom shkru, kom pas mjaftë emocione. Kërë u këthim, nana Naile, apet s'kajke, nuk kajke. Lotin, unë nanës Naile, kur njetë nuk ja kom pa. Një gru, fisnike, Krenare, një patriote, me plët kuptimin e fjallës, se e tjilë ka qenë.